Dy rastet të dhunës në familje janë regjistruar gjatë 24 orëve të fundit në Gostivar, të raportuara në polici, ku në 2 raste viktima janë gratë. Autoritetet policore theksojnë se përveç rasteve të denoncuara, mbetet shqetësuese dhe numri i madh i rasteve që nuk raportohen, duke e bërë këtë fenomen të një problemi serioz shoqëror. Më 29 qershor në orën 19:30, zyrtarët policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personin me iniciale IM, 51 vjeçar nga Gostivari, pas denoncimit të bashkëshortes së tij 46 vjeçare, e cila ka raportuar se rreth orës 19 është sulmuar fizikisht në shtëpinë familjare. Personi me iniciale IM është ndaluar në stacionin policor në Gostivar, ndërsa pas dokumentimit të plotë të rastit do të ngrihet para shtresë përkatëse. Ndërkohë, më 30 qershor në orën 5:30 në Gostivar është arrestuar edhe personi me iniciale HQ pas denoncimit të bashkëshortes së tij 42 vjeçare, e cila ka raportuar se rreth orës 4 ai ka thyer derën hyrëse në shtëpinë e prindërve të saj, ka dëmtuar xhamat të objektit me një send të fortë dhe më pas e ka sulmuar fizikisht. Gjatë kontrollit është konstatuar se i dishuari ka qenë në ndikimin e alkoolit me 1.70 promil të matur në gjak. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të ngrihet kallëzim përkatës. Nga policia e Gostivarit apelojnë që çdo rast i dhunës në familje të denoncohet menjëherë dhe të mos tolerohet në asnjë formë. Sipas tyre, heshtja dhe mos raportimi i rasteve kontribuon në përsëritjen e dhunës dhe krijimin e dhunuesve të përsëritur në shoqëri, duke theksuar se institucionet janë të gatshme të reagojnë në çdo kohë për mbrojtjen e viktimave dhe garantimin e sigurisë.